Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkrimin javor nga data 10 deri më datën 16 gusht 2026. Po të kuptojmë sa do pak astrologji, mësojmë shumë gjëra mbi atë çfarë ndodh, mbi atë çfarë vjen. Dhe sa jemi gati ne, sa jemi të përgatitur ne, që ne të kuptojmë mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është të dobishme dhe ajo që prish punë. Kemi një ndikim mjaft të madh sepse jemi në pritje të eklipsit dhe të hënës, ku ndikimet dhe vazhdimësia është një nga mundësitë dhe momentet më të mëdha që ndodhin. Kemi hënën e re në njëra anë dhe eklipsin diellor në anën tjetër. Edhe kemi në datën 12, po do flasim në detaje. Meqense si hyrje, si ndikim, si favorizim, kemi ndikimin e madh sepse dita e hënë, një javë të mbarë, ju uroj në çdo aspekt, është dita e parë dhe ndikimi më i madh i Mërkurit në Luan. Dhe kjo bën që komunikimi më i dukshëm, më i zjarrt, më krijues. Tani kemi përqendrimin shumë të fortë në Luan, sepse Dielli dhe Mërkuri aktivizojnë të njëjtën shenjë, ndërsa po afrohet me shpejtësi drejt hënës së re dhe eklipsit diellor në këtë shenjë, pra në Luan më datën 12. Kjo do të thotë se dita ka fuqi të madhe shprehje, por dhe ngarkesë të madhe. Çfarë thuhet tani? Çfarë prezantohet tani dhe çfarë vendoset tani? Mund të ketë jehon më të gjatë. Ajo që ndodh, ajo që rregullohet, për disa mund të jetë lëndin, për disa që kanë çështjet ligjore problematike ose diçka tjetër, është idealja, sepse forcimi dhe rregullimi i disa gjërave është një nga mundësitë më të arta për sa i përket disa ditëve të rëndësishme që unë them gjithmonë, janë të rëndësishme, kanë rëndësinë e vërtetë. Dhe kjo është ndikimi më i madh dhe fuqia që ka të bëjë pikërisht në kohën kur kemi ndikime planetare dhe universi na dëgjon. Dhe jo vetëm kaq, por neve kemi edhe një diçka dhe nuk diskutohet për arsye të punës ose të gjërave të rregullta dhe të mundësive të arta që vijnë drejt jush, duhet të shfrytëzojmë në maksimum. Duhet, por a e bëjmë dot? Dhe a duam ne të ndryshojmë këto çështje? Unë them po. Prandaj kërkohet vëmendje. Mërkuri në Luan duket se është më i fortë i dhjetëçit parë dhe shenjave fikse Luani, Ujori, Demi dhe Akrepi. Ndërsa dielli që afrohet në afër eklipsit aktivizon gjithnjë e më shumë dhjetëçin e tretë. Të njëjtave shenja, sidomos ata që kanë ascendente në këto shenja. E bën ditën më të rëndësishme për të gjithë shenjat fikse, por dy nivele të ndryshme. Dhjetëçi i parë merzim, komunikim, ndërsa dhjetëçi i tretë ndihet mjaft në presion të madh ku eklipsi po afrohet. Arsyeja sepse bën shumë edhe nuk merr asgjë, këtu është problemi. Për Luanin kjo është periudhë shumë personale, me fokus në identitet, imazh. Vendimi merr zë. Për Ujorin, marrëdhëniet dhe partneritetet janë shumë të aktivizuar dhe shumë mundësi të arta në punën e tyre. Për Demin, çështjet e shtëpisë, të familjes dhe bazë emocionale kërkojnë vëmendje. Për Akrepin, karriera dhe statuti mund të marrin drejtimin e rëndësishëm. Shenjat e zjarrit, që mbetet dashi dhe shijetari, mund të përdorin ditën për krijimtari, udhëtime, dashuri, vizion dhe kontrata shumë të rëndësishme. Problematika në ndarje që kanë pasur rregullohen. Mund të përdorin ditën për sa i përket edhe çështjeve të tjera të besimit dhe të mundësive, sepse Luani rrit shumë vetbesimin dhe mundësinë. Astrologjikisht, dita është shumë e mirë për përgatitje, prezantime, mundësi, kohë dhe vazhdimsi. Mund ta bëjmë ditën më ideale. Për disa mund të jetë në thonjza dramatike. Po pse? Sepse është mësuar me një punë dhe një diçka dhe nuk kërkon që të bëjë ndryshime. Por ndryshimet vijnë papritur dhe ngrysemi pa ndryshime dhe gëllihemi me ndryshime shumë të mëdha që janë pozitive dhe jo problematike. Ka të bëjnë shumë mbi krenarin dhe punën që kanë bëjnë tani. Për karrierën dhe çështjet publike, dita është mjaft e rëndësishme. Mund të përdoret për shumë gjëra, reprezentime, çështje ekonomike dhe ndryshime në fushën e takimeve të ekonomisë.
Marsi është ende në binjak në fazën e fundit pas hyrjes në gafore me 11 gusht. Kjo do të thotë se komunikimi, lëvizjet, udhëtimet e shkurtra dhe diskutime mund të jenë të shpejta, ndonjëherë nervoze. Shenjat e ndryshueshme, binjakët, virgjëresha, shigjetari dhe peshqit, sidomos të dhjetëdhjetit të tretë, mund të ndjejnë ndikimin dhe lodhjen e tejskajshme, sepse komunikimi është baza, njëkohësisht, po kërkon dhe menaxhimin e mirë të energjisë. Duhet të shmangen vendimet, egoja, fjalët dhe problematikat ose çfarë flasim, çfarë thonë, çfarë themi në këtë drejtim. Ajo që do të kemi dhe mundësinë që do të ofrohet, do ta shikoni, pra për binjakët, virgjëresha, shigjetari dhe peshqit edhe digjit e tretë po flas, meqenëse se ka të bëjnë shumë lidhje me çështjet e nënshkrimet, analizat, konfliktet, vendimet, debatet që ndodhin. Dhe është një muaj, unë kam thënë, dhjetori, që është muaj i dritave i shkëlqimit, por në 90% mendojnë, gjykojnë në brendësi të shpirtit. Kurse gushti është vërtet pushim, vërtet relaks, por relaks me pengesa, sepse kudo që shkojmë, mendojmë për të bërë diçka më të mirë dhe e ëndërrojmë, por rëndësi ka të bëhet realitet. Po si bëhet realitet? Ka dhe kjo mënyrën dhe mundësinë e vet. Duhet të shmangëm këto ndryshime, këto ndikime, sepse dalin në skenë gjëra shumë të mëdha. Pra, dua të blej diçka, nuk them gjë, nuk flas me njerëz që nuk i njoh. Dua të bëj një ndërtesë, ka marr lejen dhe do ta nis. Dhe vetë në kafe, mes miq dhe flas gjëra të tilla. Atëherë unë nuk do ta bëj, vërtet kam lejen, po del një problem, del një pengesë që më shtyn në kohë, ku nuk kam kohë, sepse dalin disa shpenzime të tepërta më vonë, edhe për atë arsye lënet mbasdore. Që ta lëm mbasdore diçka që neve e kemi marrë me qejf, është pak problem pastaj, prandaj duhet pasur kujdes ku të mbrohemi atëherë. Atëherë mund të mbrohemi dhe nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, mbrojtja dhe mënyra është heshtja. Është arma më e fuqishme që unë them nga hera, më keni dëgjuar në televizion, më keni dëgjuar në atë që unë e them me bindje të plotë për këtë arsye. Prandaj mundoni që të jeni korrekt në këtë drejtim. Të ndikimet që kanë të bëjnë në më të fituar janë ata që dinë çfarë bëjnë dhe nuk flasin me vend pa vend. Është mirë të përgatiten të komunikojmë, të promovohemi, të organizohemi në vendime të mëdha. Të mbahet mend se eklipsi diellor është vetëm 2 ditë larg dhe mund të ndryshojë atmosferën. Pra, na dikton çfarë duhet të bëjmë kur kemi eklipse, kur kemi gjithçka neve na jep universi. Sinjalet pozitive, negative janë ata rëndësi ka që na ofron dijen dhe mundësinë që neve ta shfrytëzojmë për të mirë. A nëse neve disa që dëgjoj rëndon që ndërhyjnë, a thua ti sepse ne varemi direkt nga ato. Jo, na dikton. Dhe kjo është diçka tjetër, ndërhyj është diçka tjetër. Prandaj do të kemi shumë kujdes në datën 10. Data 11. Data 11 ka një ndikim ndryshe, sepse dita e datës 11 është një ditë shumë e rëndësishme astrologjike, sepse Marsi futet në gafore në orën 10:30. Është një fenomen kryesor i ditës dhe ndryshon menjëherë tonin energjisë dhe të muajit. Deri tani Marsi ka qenë në binjak, duke sjellë lëvizje, komunikime, nervozizëm, debate, shumë informacione dhe veprime të shpërndara. Me hyrjen e Marsit në gafore, veprimi bëhet më emocional, më mbrojtës, më familjar, më i lidhur me sigurinë, dhe kjo do të thotë shumë dhe kujdesi dhe me ndershmëri. Marsi në gafore nuk vepron si Marsi i drejtë përse drejtë dhe i ftohtë. Ai vepron nga ndjenja. Ai lufton për ato që do. Ai mbron familjen, shtëpinë, kujtimet dhe njerëzit të afërt. Po kur ndihet i pasigurt, mund të reagojë në mënyrë indirekte, me mbrojtje të tepruar, me nervozizëm emocional, me fjalë që dalin nga lëndimi ose me nevojën për të kontrolluar atmosferën familjare. Prandaj kjo ditë hap një periudhë ku duhet më shumë kujdes, reagim emocional, sidomos familjet, marrëdhëniet dhe çështjet që lidhen me shtëpinë. Më të ndikuar në këtë shenjë janë shenjat që janë përballë gafores. Pra, gafore britsjap, dash peshore, sidomos të dhjetëdhjetit parë. Fillimisht, ata që kanë planete ose pika të rëndësishme në anën e tyre. Për gaforet Marsi sjell forcë personale, guxim energjie edhe ndershmëri të lartë në reagime të shpejta.
Për Bricapin, Marsi aktivizon marrëdhëniet dhe partneritetet, duke sjellë dinamizëm, por dhe tension me njerëzit përballë. Për Dashin, Marsi aktivizon shtëpinë dhe familjen, duke sjellë nevojë për veprime dhe vendbanime ose çështje private. Për Peshoret, Marsi aktivizon karrierën, statutin dhe marrëdhëniet me autoritetet, duke rritur presion profesional. Për shenjat e ujit, Gaforja, Akrepi dhe Peshit, Marsi në Gafore mund të jetë një mbështetës sepse jep energji emocionale, pasion në anën e tyre dhe guxim për të ndjekur dëshirat. Për shenjat e Tokës, Demi, Virgjeresha dhe Briciapi mund të ndihmojnë në veprime praktike që lidhen me shtëpinë, marrëdhëniet, projektet, udhëtimet dhe familjen, gjithmonë me nevojë për të menaxhuar emocionet. Kjo ditë vjen vetëm një ditë përpara hanës së re dhe eklipsit diellor në Luan. Ndaj atmosfera është shumë e ngarkuar. Jemi në prag të një eklipsi të madh. Dhe kjo do të thotë se nuk duhet të nisim çdo gjë me nxitim. Edhe nëse Marsi sjell urgjencë emocionale, eklipset nuk janë zakonisht ditë më të qeta me fillimin e madh të kontrolluar nga njeriu. Ata hapin cikle të mëdha, por kërkojnë vëzhgim e jo nxitim. Për çështjet praktike, dita është e mirë për veprime që lidhen me shtëpinë, familjen, kujdesin ndaj dikujt, mbrojtjen e një çështje personale, profesionale, rregullimi të hapësirës organizimi familjar dhe çështjet emocionale marrin një rrugtim të ri. Mund të jetë ditë e mirë për të nisur gjëra që neve na japin vullnet, energji, si një punë e re, një bisedë, një çështje të rëndësishme mes miqsh dhe jo vetëm. Por ajo që do të keni në lidhje me sinqeritetin, mund të jeni shumë të sinqert, por nga sinqeriteti mund të thënë disa gjëra që nuk duhet. Ktu bëni kujdes. Për sa i përket propozimit, duhet kujdes sepse emocionet mund të jetë më i madh, por eklipsi i nesër mund të ndryshojë atmosferën për familjen dhe dita mund të jetë aktive, por duhet shmangur konflikti. Për nënshkrime, marrëveshje të mëdha, blerje të rëndësishme, investime, vendime të pakthyeshme, dita kërkon kujdes. Marsi sapo ndryshon shenjë dhe eklipsi është shumë afër. Më mirë të mos veprohet nga nxitimi, zemërimi, frika ose nevojë për të kontrolluar. Kemi nga ndonjëherë neve themi që erdhi dita e pagesës, për shembull të këstit të kredis, dhe un kam një diçka tjetër më të vështirë akoma dhe dua me patjetër që un ta mbyll këtë çështje sepse jam në një vështirësi shumë të madhe. Atëherë e ka dita e kredis, do të paguaj kredin apo diçka që mua është më e domosdoshme. Me domosdoshme mund të themi familja, me domosdoshme mund të themi diçka që është mjaft e rëndësishme për të ardhmen. Nuk e diskutoj që mund të jetë 5 ditë, 6 ditë me vonesë kredia, por ajo që është më imediate, është më urgjente, bëhet ajo. Prandaj tu do të pasur kujdes atë që unë them në lidhje me nevojat për të kontrolluar gjërat që dua. Duhet shmangur debate familjare, veprimet emocionale, mbrojtjet e pruar, xhelozia, fjalët pasive, agresive, ngutja në marrëdhënie, presion mbi partneren, konflikte me autoritetet apo çdo veprim që bëhet vetëm sepse ndiheni të pasigurt. Dita kërkon forcë të qetë, jo shpërthim emocional. Dita e radhës që është data 12 e mërkura. Çfarë ndodh me këtë ditë? Kjo është një nga ditët më të rëndësishme të muajit dhe një nga pikat kulminore të gushtit të vitit 2026. Sot kemi hanën e re në Luan, në orën 7:30 mbasdite. Vetëm pak minuta më vonë, në orën 7:47, ndodh eklipsi diellor në Luan. Ky është një fenomen shumë i fuqishëm astrologjik, sepse hëna e re hap një cikël të ri, ndërsa eklipsi diellor e bën këtë cikël shumë më të fortë, më karmik, më të rëndësishëm dhe më të vështirë për të kontrolluar vetëm në vullnetin personal ose në çështjet profesionale. Sepse Luani lidhet me zemrën, dashurinë, fëmijët, krimtarinë, vetshprehjen, imazhin, dinjitetin, krenarinë, nevoja për të qenë të dukshëm. Një eklips diellor në Luan hap kapitull të ri në mënyrë që të shprehim dritën tonë, si të kërkojmë gjërat tona, të kemi vëmendjen se duhet të krijojmë diçka më të mirë, një jetë më të mirë. Por sepse ndodhet në një shenjë fikse, ndryshe nuk janë si përfaqësore. Ato prekin zonat ku kemi qenë të ngurtë, krenar të lidhur me një rol ose të friksuar mos humbasim kontrollin. Më të ndikuar janë shenjat fikse: Luani, Ujori, Demi, Akrepi, sidomos të 10 diqit të tretë. Veçanërisht ata që kanë planete ose ascendente në këto shenja. Për Luanin ky është fillimi i madh personal që prek identitetin dhe vendimin e madh për jetën. Për Ujorin aktivizon marrëdhëniet, martesat, partneritetet dhe njerëzit përballë.
Për Demin, prek shtëpinë, familjen, vendbanimin dhe jo vetëm një ndryshim shumë i madh që ndodh tani në fushën e punës, sepse do lini një punë, do filloni një punë tjetër ju dhe çështës së Demit. Akrepi prek karrierën, reputacionin dhe përgjegjësitë publike. Këtu kërkohet pak vëmendje, miqtë të dashur, sepse ndryshe është folur, ndryshe flitet për nga gjëra që nuk janë të vërteta, por gjithsesi njerëzit kërkojnë edhe pak ndryshim. Shenjat e zjarrit, siç është dashja dhe shigjetari, mund të projektojnë në këtë eklips si hapje të fuqishme në dashuri, në familje, në fëmijë, udhëtime, në vizione të mëdha. Edhe për to duhet të kemi mundësinë dhe kohën, sepse jemi në anën më të mirë të historisë. Shenjat e ajrit, siç janë binjakët dhe peshorja, mund të marrin ndikim përmes komunikimit, miqve, projekteve, kontakteve, por duhet të shohim se çfarë roli luan egoja në bashkëpunim. Sepse kjo bën në fushën e astrologjisë një eklips diellor nuk është dita më e mirë për të detyruar një fillim të kontrolluar. Edhe pse simbolizon fillimin. Eklipsi hap derën, por nuk është gjithmonë e qartë menjëherë se ku të çon ajo derë. Ngjarjet, lajmet, ndjesitë, vendimet rreth kësaj date mund të zhvillohen gjatë javëve të fundit të ardhshme. Prandaj sot është një ditë për vëzhgim, ndërgjegjësim, besim në një farë mënyrë, besim të brendshëm dhe atë që duam e ndërrojmë e bëjmë realitet. Sepse pikërisht kur kemi eklipse, e kam thënë dhe themet madhe këta, ne marrim tort, nuk është dalim në një cep edhe qajmë vetveten. A nuk e pse, të mërzitej nuk e një pse, të themi se çfarë do bëhet, ose për tjerët po do jetë nami, do bëhet nami, për gjithologët do përmbyset bota, që ta dini këtë. Dhe shikoni dhe vetë çfarë do dëgjoni, po s'ka piklidhje me realitetin. Për karrierën dhe çështjet që kanë bëjnë për juve dhe këtyre shenjave kanë një ndikim shumë të mirë, sepse lidhet me anën e punës, lidhet me ndryshimin e madh. Se megjithatë, ky eklips kontrollohet dhe ndikohet sepse duhet pasur kujdes, shiko çfarë ndodh. Ajo çka duhet shmangur, kush shmangin? Premtimet të mëdha, shpalljet impulsive, konfliktet për vëmendje, xhelozie, egoja, shpenzimet për luks, firmat nxituara, deklarata publike të pakontrolluara dhe çdo veprim që bëhet vetëm për të provuar fuqinë. Jo. Kjo ditë kërkon respekt. Eklipsi nuk kontrollohet. Ai dëgjohet. Kuptojeni këtë. Unë e them, bëni si doni barazamës tuaj. Data 13 gusht. Kjo datë është shumë e ndjeshme dhe shumë rëndësishme për përpunimin e brendshëm të gjërave që neve duam. Edhe pse fenomeni eksakt kur gjërat eksakte janë nuk ka se si mund të jenë kur diçka është e përfunduar ose e rregulluar ose e parë në radhë parë dhe për planet që bëjmë. Është një moment mjaft magjik për sa përket eklipseve sepse na ndihmojnë shumë për nisma të reja. Dielli dhe hëna e re, ditën e djeshme, ka një ndikim shumë të madh sepse dinjiteti, mundësia, periudha, koha, ndryshimi, vendimi merret pikërisht tani. Luani ujori, Demi, Akrepi, të dhjetit parë dhe dhjetit tretë kanë mundësinë dhe kohën e duhur, kanë momentin për të zgjidhur çdo problem. Për punë dhe karrierë është një ditë e mirë për të menduar strategjinë dhe imazhin për të parë çfarë duhet ndryshuar në statut, për të përgatitur projekte krijuese, sepse është një nga mundësitë më të arta, është një nga mundësitë më të mira për vendimet që merren, për marrëveshjet, për çështjet që do të kemi mundësi jo vetëm kaq, por është një moment mjaft i mirë. Por vetëm meqenëse të ndjeni pak pasigurinë, kjo nuk do të thotë se duhet të lëmë ngjarjet të ulen këmbgryq. Jo, neve vazhdojmë punën tonë, ata kanë punën e tyre. Dhe kjo është një nga mundësitë më të arta, mundësitë më të mira në vazhdimsi dhe në korrektësi. Data 14 gusht të ditës së premte. Dita e ndikimit të madh, sepse dita e premte gjithmonë është një hap para se çfarë ndodh. Është një ndikim mjaft i mirë ku kjo është dita përpara bashkimit eksakt Mërkurit dhe Jupiterit në Luan, që do ndodhë në datën 15, një ndikim shumë i mirë, prandaj sot ndihet paraprakisht temat që kanë këndet dhe mundësitë arta. Idetë të mëdha, lajme të rëndësishme, biseda dhe mundësi të mira që do të kenë tani tutje. Sot duhet të dallojmë midis vizionit dhe teprimit. Më të ndikuar janë shenjat fikse, sidomos Luani, Ujori, Demi, Akrepi, të dhjetit parë, të dhjetit dytë, sidomos edhe dashi me shigjetarën që mund të përjetojnë këtë energji shumë frymëzuese për dashuri, krijimtari, udhëtime, punë të reja, vendime,
lidhjet problematike që keni pasur në ndarje tani bashkoheni dhe sidomos të shenjat ajrit janë binjakët dhe peshorja ku ndikohen jashtëmase për sa i përket arsyes, për sa i përket punës, vazhdimësisë dhe diturisë që juve keni, sepse është një nga mundësitë më të mira, mundësitë më të arta për ndryshim dhe vendime që merren. Është një nga ditët më të mira për frymëzim dhe mundësi të arta. Por kjo bën që të jemi shumë korrekt me atë çka kemi, atë çka jemi në fushën të ndryshme të ekonomisë dhe të stabilizimit. Kemi datën 15 gusht. Data 15 gusht, si ditë e shtunë, kjo është dita shumë e rëndësishme astrologjike, Mërkuri bashkohet me Jupiterin në Luan. Kemi raste të tilla, miqtë të dashur, për disa shumë kanë një punë, mund shkojnë, mund të shikojnë, të bëjnë plane afatgjat. Dhe kjo ndikon jashtëmase. Kemi një çështje kredie, i problem shumë të madh, që nuk e kemi zgjidhur akoma, por kjo ditë të hap dyer dhe dritare. Por sa jeni gati juve të përgjigjeni dhe të arrini atë që juve mendoni dhe gjykoni. Ky kënd sjell lajm të madh, ide të mëdha, fjalë, çështje të rëndësishme, propozime, deklarata, mundësi dhe jo vetëm kaq. Por Mërkuri me Jupiterin mund të zmadhojnë të vërtetën atje ku duhet dhe nuk ju lë të nxitoheni. Dhe kjo është një nga mundësitë më të arta dhe kohën më të mirë të realitetit, sepse sjell entuziazëm pa detaje ose krijon besimin në themel dhe jo për ciptazi. Ndikimi që ka të bëjnë për këtë ditë që kanë bëjnë Luani, Ujori, Demi, Akrepi, Shigjetari, Peshit, ka një ndikim mjaft të mirë dhe shumë pozitiv. Por nga ndikimet dhe favorizimet që kanë bëjnë dhe çështjet janë më praktike që janë, momentet dhe periudha që keni juve tani e tutje, është koha për të bërë ndryshimin e madh, sepse mund të ndihmoj të qartësoj mbi atë çka është dhe mbi atë çka juve kërkoni. Duhet të shmangni disa gjëra që ju prishin punë. Nëse një dokument është i qartë dhe ky kënd mund të ndihmojë jashtëmase, mund keni paqartësi dhe një kod si tip mjegull, por kjo nuk është asgjë, përballë asaj që vjen, përballë asaj që kërkohet. Por megjithatë, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me një mundësi të ardhë ose një kuptim mes gjërave që ndodhin, mes gjërave që rregullohen, mes gjërave që keni një mundësi të mirë për punën dhe për ndryshimin e madh që vjen. Është momenti dhe periudha më e artë në kohën tuaj, në momentin tuaj më të mirë të mundshëm, sepse e zgjidhni si problem, e zgjidhni si kohë. Sepse nga njëherë momentet ose periudhat që ndodhin fenomenet kanë të bëjnë me ndryshimin, kanë të bëjnë me atë çka jam, çka dua dhe ku do të shkoj. Këto raste nuk duhet t'i lini pas dore. Arsyeja është e madhe. Favorizimet kërkojnë dhe kohën e tyre, kërkojnë mundësinë e artë të tyre. Dhe keni diçka shumë të madhe për juve të kësaj shenje, sepse jo vetëm kaq, por keni ndryshimin e madh që vjen drejt jush, ku ka të bëjnë me punën, ku ka të bëjnë edhe me karrierën. Por nëse përdorim përgjegjësi, ka të bëjnë dhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë në fushën tuaj. Data 16 e ditës së diel është edhe ndryshimi dhe mundësia më e mirë e mundshme. Sepse ajo që do të ndodhë në datën 16 ditës së diel, Mërkuri i Jupiterit që ndihen ende në Luan, prandaj të ndikuar mbeten shenjat me ndikim shumë të madh të 30 diçit, por pothuajse gjithë shenjat përfitojnë jashtëmase në këtë aspekt, por ajo që do të keni, Marsi në Gafore bën ditën emocionalisht më të ndjeshme. Eklipset punojnë në kohë, ato hapin skenare, por nuk i shpjegojmë me njëherë, sepse janë të shumta dhe duhet që të kuptojmë atë që neve duhet që marrim dhe e marrim me zemërgjërsinë tonë, e marrim me punën tonë dhe jo vetëm kaq, por megjithatë kjo periudhë është mjaft e mirë në lidhje me çështjet që kemi të bëjmë me karrierën, kemi të bëjmë me ndryshime të mëdha në punë, në zhvillime, në ndryshime që vijnë, por për sa i përket anës ekonomike dhe financave, për sa i përket mënyrës dhe ndryshimeve që ju keni në anën tuaj, sepse pozicionimi planetar dhe koha që ndodhin fenomenet, nga njëra anë kemi mundësitë dhe kohën e artë për zhvillime, në anën tjetër kemi disa gjëra që mund mos jenë ajo çka duam ne, po është ajo çka dim ne të bëjmë më mirë. Dhe kjo është ajo çështje që ne kemi. Dita është për çështjet praktike, ta kuptoni ditën e diel, është e mirë për rishikim të planeve, korrigjim të një prezantimi, biseda
që organizime, ide, komunikime, njerëz që kanë rol në projekt, planifikime krijuese, qartësi. Është ditë e mirë për të pyetur çfarë është reale, çfarë është e fryrë, çfarë mund të bëhet dhe çfarë duhet pritur nga kjo gjë. Në dashuri dita mund të sjellë vazhdimsi bisedash shumë të ndjeshme, ose kemi pasur disa çështje të lëna pezu dhe vjen momenti dhe koha e duhur tani, sepse fjalët kanë peshë, ribashkime. Është mirë që të mos mjaftojnë me fjalë të bukura, apo duhet punë dhe plane. Juve i keni dhe kjo periudhë u jep mundësi, kjo javë është java e zhvillimit dhe e ndryshimit. Atje ku është mjegull, pastrohet, kthjellohet, aty ku është thellësi, nuk ka dritë, aty shkëlqen, sepse drita shkon deri në fund. Drita është ajo çka fiton mbi errësirën. Drita ndikon jashtëmase për sa përket ndikimit të këtyre planeteve, të këtyre gjërave, të universit që na lajmëron për vitet që do vinë, na lajmëron për muajt që do vinë. Pra, është një nga çështjet më praktike, më reale. Prandaj e keni mundësinë dhe kohën për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me punën tuaj, në lidhje me atë çka jeni, në lidhje me atë çka kërkoni të realizoni në fushën e punës suaj. Megjithatë, është një nga ndikimet më të mëdha dhe më perfekte për sa i përket punës entuziazmit. Duhet ndikimi dhe kjo që do të bëjnë, do të shikoni dhe vetë, emocionet dhe shpenzimet ose gjërat, keni pasur probleme me konflikte familjare, e zgjidhni marrëveshjet që janë shumë të rëndësishme, se gjithçka mund të ndodhin, por sot duhet të filtrojmë, jo vetëm të fluturojmë pa plan, sepse ndryshe e mendojmë, ndryshe gjykojmë. Vjen një moment që koha ka treguar dhe perceptimi nga njerëz që vjen në fakt në një farë mënyre për një punë ose për një takim të rëndësishëm, për një të drejtë themelore, por juve keni këtë dhe është momenti, periudha më e mirë e stabilizimit dhe gjërave konkrete që juve keni, sepse vjen një moment shumë i mirë tani e tutje ku kjo periudhë është periudha juaj. Është ndryshimi, stabilizimi dhe gjërat konkrete që juve keni. Juve vetëm kaq, po keni edhe diçka tjetër mbi anën pozitive të karrierës suaj, më të pozitivet e më të mirat që kanë në tani tutje, por duke pasur parasysh kjo javë e gushtit ndryshon nga javët e tjera. Këtë javë do ta shikoni në javën e dhjetorit, në javën e dytë të dhjetorit, ku do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë për 2027. Prandaj bëni çfarë bëni këtë javë, sepse është java ku na mëson për muajt që do vinë. Sidomos karriera, sidomos ekonomia, sidomos disa gjëra që çështje ligjore, penale, problematike zgjidhen pikërisht në këtë javë. Të besoni, do kujtoni, do thoni juve, o Jorgo, po ditë javë gushti, pushimesh, si është e mundur? Është e mundur dhe shumë biles, sepse jemi më të përqendruar në të që çfarë do të bëjmë, jemi më të qartë në të çka do të kemi, e kështu me radhë. Tani, para se të filloj me parashikrimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar. Kudo ndodheni, në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikrimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz, siç shikoni atje. Atje mund të shikoni, të hidhni një sy të gjithave faqes se çfarë ndodh aty. Dhe jo vetëm kaq, por atje mund të gjeni gjithçka juve ju nevojitet. Nuk është thjesht një faqe astrologjike që kaq. Atje mund keni mbi shenjën tuaj, mund të lexoni, të shikoni, dhe nëse e dani mendjen që dua të flas me Jorgon personalisht, që të marrni parashikim të detajuar mbi hartën time astrologjike personale, për gjithçka në detaje, në privat nuk diskutohet, dhe si ta merrni atë? Shkoni tek sekretaria poshtë, është ai butoni, një dritare e vogël që është atë, vendosni të dhënat e juaja, emailin tuaj, dhe më pas neve flasim bashkë në WhatsApp apo në Viber dhe ju themi si funksionon shërbimi dhe çfarë juve dëshironi pra të dini mbi gjithçka vjen. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni një mesazh. Kemi pikërisht këtë butonin këtu. Duke ndjekur hapat, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën
e parë që do të thotë shenja e dashit. Për të shenjës e dashit duket se ka diçka mjaft pozitive, diçka që mund themi në fushën e punës, në fushën e komunikimit, sidomos me komunikimin, ka diçka shumë pozitive, duke pasur parasysh mundësinë, kohën, vendosmërinë. Dashi ka mundësinë për nisma të reja, dashi është në gjendje të përgjigjet çdo lloj kërkese që mund të ketë, ose disa gjëra që janë mjaft ndikuese tani në këtë periudhë, por meqenëse se juve jeni mjaft pozitiv në ekonomi, në gjëra të tjera që do të keni, në disa çështje që ndryshe gjykoheni, ndryshe rregulloheni, por unë ju them dhe ju them me bindje të plot, ku keni diçka shumë të madhe për arsye të punës, për arsye të karrierës, dhe ndikimet dhe efektet kanë bënë shumë tani në këtë periudhë, dhe ka të bëjnë edhe me një takim mjaft të volitshëm për arsye të punës suaj, për arsye të një takimi që do të bëni tani tutje, do e shikoni dhe vetë, ku çdo gjë lidhet me punën tuaj, çdo gjë lidhet me stabilizimin ekonomiko-financiar, edhe pse juve e keni tani në anën tuaj, është një moment mjaft i mirë, sepse ndikimi dhe stabilizimi ka të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë me disa ndryshime shumë të mëdha në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, dhe kjo është një nga ndikimet më të mëdha, sepse disa njerëz mund të flasin shumë, mund të thonë gjëra që nuk ka të bëjnë me anën tjetër të veprimeve të vendimeve, por ka të bëjnë me mënyrën se si juve i bëni gjëra, se si juve keni mundësinë edhe kohën e duhur për nisma të reja. Ajo që disa ndikime planetare që zhvendosjet që bëhen, ose mundësit që kanë bëjnë tani e tutje, është një moment mjaft i mirë, sepse keni momentin, keni kohën, keni periudhën, keni ndryshimin e madh që juve nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për 1000 arsye, sepse ana ekonomike, financat dhe vendimet që do të merrni është një nga periudhat më të mira tani e tutje, sepse duke pasur parasysh kohën që ndodhin fenomenet, periudha kur juve keni gjërat aty ku doni, edhe pse me vështërsi, edhe pse tani për tani juve keni pasur disa probleme të vogla të mbartura. Kjo është diçka tjetër, sepse nëse do flasim se për sa kohë, për shembull, keni nisur diçka, një gjë të re, dhe nuk e keni arritur aty ku duhet, por vjen një moment tani, po, është e mundur, po, e keni mundësinë, keni kohën dhe momentin e duhur për të bërë ndryshimin e madh në lidhje me takimet, lidhje me bisedimet, edhe diçka të tretë, sidomos është një nga momentet më të arta të qenë ndonjëherë. Sado vështërsi, sado që juve keni pasur edhe disa çështje të lëna pezull, por kjo nuk ju pengon juve për gjëra që do të diktojnë ose do të nisni diçka të re. Kjo është vetë juve, sepse dashuria është ajo që ju bën të ndiheni mirë tani këtë javë, nga mesjava sidomos, unë më garantoj 1.000.000% dhe shikoni edhe vetë, sidomos me peshore, me bricjap, me gafore. Me gafore nuk e diskutoj, do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe, ka diçka që vërtet është momenti juaj, vërtet është koha ku maturia, rregulli, stabilizimi, momentin e duhur në kohën e duhur është një nga kohrat më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse tani e tutje është një periudhë që vërtet rrezaton, rregullon, krijon, mundson. 4 gjëra kryesore që keni këtë javë. Prandaj keni pasur një lidhje të një ndarje. Kjo ndarje ka qenë, domethënë, me akrep. Sado që me akrep të grindeni, po të vini re, miqtë mi të dashur, ju që jeni në Shqipëri, ju që jeni jashtë Shqipërisë ose jeni larg, dëgjoni gjëra që nuk janë të vërteta. Dhe juve ju japin të tretët gjëra që nuk janë të tuat, e thonë juve i kjenë të juajat. Pra, disa gjëra janë gabim i të tretëve, e paguani juve faturën në fund. Por kjo gjë do të zgjidhet sepse jeni shumë të drejtë. E drejtë për së drejti, përfitoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, tek një shenjë që vërtet është një nga mundësitë dhe koha më e artë që është tani e tutje, ku ndryshimi është i sigurt për nisma të reja, ndryshimi është mjaft vendimtar për ekonominë dhe gjërat që doni të bëni, këta janë demi.
Demi nga njëra anë funksionon si katalizator mbi punën e vet, mbi njerëzit që i rrethojnë, mbi personazhet që ata kanë, sepse kjo periudhë i 10 ditëve të parë nuk është fajtor demi për gjëra që ndodhen kohë përpara. Fajtor janë personat edhe njerëzit e tretë ku ndërhyjnë tek juve. Sa jeni juve gati e të përgatitur për gjëra që do bëhen? Kjo është një gjë tjetër. Sa jeni juve për punën dhe për karrierën të bëni diçka të madhe? Është momenti juaj. Është stabilizimi, është konkretizimi. Një nga momentet më të arta që unë të e them me bindje të plot dhe me korrektësi për atë që ndodh, është periudha, është rishikimi i planeve që juve keni. Dhe nuk e diskutoj, keni dy gjëra plus një intervistë pune që do bëni juve të shenjës së demit. Kjo intervistë e punës ndodh nga e marta deri të enjten, sepse keni një kohë shumë të mirë dhe përshtateni me këta. Keni një 10 ditë i tretë me një blerje që po nuk po e bën dot, sepse janë bërë gjitha muhabetet, por nuk kanë ngecur diku. Por juve jeni prezantues të shkëlqyer mbi atë çka bëhet, mbi atë çka është, dhe stabilizimi që kërkon kohën e vet ose mundësinë, mënyrën e gjërave. Por megjithatë, edhe pse kjo periudhë është një nga periudhat që sjell më shumë ndryshim, ndikim, harmoni mbi gjërat që vijnë. Dhe kjo do të thotë një nga mundësitë më të mira dhe pozicionimi planetar është në favorin tuaj. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë, kjo kohë është në ndryshimin dhe vendimin më të madh të marrë ndonjëherë për juve, keni mjaft gjëra dhe shumë çështje në pozicionimin e planeteve që do t'ju japin mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për një mijë arsye, sepse kjo periudhë, sepse ky moment është një nga momentet më reale, më pozitive, më korrekte nga ana juaj, dhe kjo do të thotë ndryshim, kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë largpamësi, sepse i keni të gjitha këto virtyte ku do të tjerët nuk e dinë. Dhe kështu që ka të bëjnë mjaft me punën, ka të bëjnë shumë me ndryshimin e madh që vjen tani tutje, ku dhe shikoni dhe vetë sepse ka një ndikim shumë mirë mbi stabilizimin dhe gjërat konkrete që kanë bëjnë tek juve, por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar se juve sado që të tretët flasin, sado që të tretët mund të ndikojnë, por kjo nuk ju prish punë juve për arsyet ekonomike, për arsyet të ndryshimeve që vinë drejt jush tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep të 10 ditëve të parë, ujor të 10 ditëve të dytë, dokumentacione dhe marrje vendimesh të rëndësishme me luanin të 10 ditëve të tretë, ku është një mundësi, ku është një periudhë mjaft e mirë stabilizuese konkrete në gjërat që juve keni dhe doni të përçoni. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për një mijë arsye, sepse është kjo periudhë, është ky moment dhe është stabilizimi i sigurt për gjërat që juve doni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që sado që të tretët flasin, sado që të tretët duan të nisin diçka për sa i përket punës, për sa i përket ndryshimeve, është momenti dhe koha të gëzoheni. Do vi një moment shumë i madh ku keni pasur një punë, keni ikur me pa të drejtë nga ajo punë, keni qenë në rol drejtues dhe vjen momenti më i artë me eklipsin e ndikimit të madh dhe hënë në sëre që do të thotë binjakët. Binjakët të dashur, kam jo shumë për të thënë për juve, por juve jeni ndikimi, favorizimi, udhëtimi më ideal dhe më këmbëtok. Le të jeni shenja ajri. Keni disa mundësi shumë të mira, favorizim pune. Një çështje ligjore lën pezull, pushohet. Një ndikim shumë i madh në çështje pasuri pa lujshme, gjendet zgjidhje. Keni një
për të bërë një blerje, por nuk jeni të sigurt a ta bëni këtë blerje apo. Kjo varet në individ, pastaj mos më thoni, por nëse do ta flas në përgjithësi, do thosh apo është e bëshme. Por kur mund të merret ose kur mund të jepet një kapar, kjo është tjetër gjë, por meqense kjo ja fillon me ndikimin e madh të hënës re, por dhe eklipsi diellor në datën 12, ku ndodh në një shenjë zjarri, ku jepet mundësi juve përballë shenjave të zjarrit, juve të shenjës së binjakëve, keni shqyqetarin. Por gjithsesi, në asnjë mënyrë nuk të mund të bëni blerjet kur jeni të nervozuar, nuk bëni blerje kur jeni të përshpejtuar, edhe diçka që nuk keni bërë një përllogaritje ku shkon. Prandaj kjo është më se e ndikuese dhe më se rrezatuese për gjërat që bëhen, gjërat që janë në favorin tuaj dhe keni mundësinë. Bini pas se do në kujtoni, ka diçka shumë të madhe mbi atë çka ju e jeni dhe keni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjat, që do të thotë janë me peshorët e 10 ishit parë, janë me peshk të 10 ishit të tretë, është ndikimi mjaft i mirë, i shej uji, po. Dhe me virgjëresh, me shej toke, ku bëni binjak. Do më thënë, binjak me virgjëresh e keni në gen juve të këtyre dy shenjave që bëni binjak. Por kjo gjithsesi varet në individ, pastaj ku ndodhi. Nga të shumta kjo mund ndodhi ndryshe sepse varet nga koha, po kështu është edhe si kuptim i asaj që është. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, tek një shenjë që koha nuk ka ndaluar, por ka ecur pak më shpejt se sa neve do mendonim. Që kjo është ndikimi, favorizimi, konkretizimi, familja dhe stabilizimi i shoqërisë, që do thotë gaforja. Për sa i përket gaforreve, gaforja është shenja ku stabilizon rrethin zodiakal, stabilizon punën, sepse është një nga shenjat më ndikuese, më rrezatuese për punën. Respekti dhe reputacioni shkojnë bashkë tek juve. I keni këto gjëra, sado ndodheni në vështirësi, sado keni pasur probleme ku diun të mbartura, keni pasur çështje të lëna pezu. Dhe në blerje të mëdha investime që do të keni, por do keni edhe disa ndryshime shumë të mëdha, sepse lidhet me punën aktuale, lidhet edhe me një takim, me një ndryshim shumë të madh. Duke pasur parasysh, juve të kësaj shenje do keni mundësinë e zgjidhjes së problemi i çështje ligjore, i padrejtësi në ekonomi, dhe kjo merret fal zgjuarsisë dhe konkretizimit të gjërave. Çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem të 10 ishit parë, me akrep të 10 ishit të tretë, që është një ndikim shumë i mirë, një pozicionim planetar ku jep mundësinë, jep kohën dhe vazhdimsinë. Kurse në anën tjetër kemi ndikimin me akrepin 10 ishit parë në fushën e dashurisë, sepse keni pasur një problem dhe e keni zgjidhur, se tani është koha juaj për sa i përket mundësive. Por një ndarje që keni pasur me dem të 10 ishit parë, shikojeni ta rregulloni pjesën, se nuk është juve me njëri tjetrin, por për arsye dikuja, për të prishur imazhin, ose nuk ju pëlqente, sepse dikush ishte me juve, njëra ishte me X-in, dhe shkëputën gjithçka sepse nuk ishte e vërteta, ishte një vërtetë e hidhur, edhe juve kërkoni të vërtetën e pastër. Dhe kjo bën që tani ata kërkojnë të marrin hak mes së drejtës, mes asaj çka është shkruar nga universi, çka është shkruar në qiell dhe nuk fshihet në tokë, me firmë, me vulje rrotulla, nuk diskutohet, pa diskutim, sepse është diçka shumë e madhe, është diçka mjaft pozitive, sepse reflektoni, sepse keni mundësinë atë që doni. Prandaj shikoni njeriu që keni përballë. Dhe kjo është një nga ndikimet më të mëdha me ujor. Mos e lini pas do të më kujtoni, ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Por e përgjithshmja, familja, ndryshimet i keni në anën tuaj. Por disa para që vinë, hidhni në biznes, se do më kujtoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e javës, tek shenja e ditës, tek shenja ku shumë gjëra do ndryshojnë në jetën tonë, mbi ndryshimet të mëdha që vinë, mbi karrierën, mbi mundësitë që ka të bëjnë, dhe jo vetëm, sepse
është një nga mundësit, një nga ndryshimet, një nga momentet më të arta që ka të bëjnë shumë për shumë gjëra dhe shumë njerëz do ta ndjejnë këtë ndikim kaq të madh të datës dhe ndikimit të madh të datës 12 ku kemi eklipsin e diellit, kemi hënën e re dhe kjo ndodh në këtë shenjë që do thot Luani. Luanët ka një mundësi tani. Kjo është një nga ditët më të rëndësishme të muajit, në mos them për mua që ka mbetur të këtij viti. Ky eklips na mëson shumë gjëra, siç e thash në hyrje të javës. Një ndikim që zjat në kohë, tjerë mund ta thonë ndryshe, pak rëndësi ka se çfarë flasin tjerë, çfarë themi ne. Ndikimi është mjaft një nga momentet dhe kohën më të artë që mund kemi tani e tutje, dhe kjo ndodh për 1000 arsye. Arsyeja e parë është favorizimet që neve duhet i kuptojmë. Është njësoj që kur bien stuhi rebeshe dhe mbajmë një mbrojtje që është një çadër, themi ne, kur jemi bërë ujë që na duhet çadra. Atëherë e mbrojmë, e mbajmë për një diçka tjetër. Dhe kjo është e rëndësishme ku jeni lodhur shumë dhe vjen një moment, një dorë që t'ju ngrej. Dhe këta janë ndikime planetare, miqtë e mi të dashur. Kjo është një nga ndikimet më favorite që ka të bëjnë mbi çështjet që kanë lidhje me punën, lidhje me karrierën, padrejtësi që janë bërë, çështje ligjore, penale, dokumentacione, gëzimi më i madh që do ndodhë në familjen tuaj. Luan të dashur të treti di që do kenë mundësinë, do kenë aftësinë të shkojnë në vendin e tyre aty ku ata nisën, bën shumë, të tjerët u ahoqen me pa të drejtë, se janë të fortët, por janë të fortët e lagjes, jo të fortët e të drejtës. Dhe kur vjen e drejta, i kërkoni me qiri këto të fortët dhe nuk i gjini më, se janë fshehur, janë zhdukur, dhe kaq të fortë janë. Tu do dini të fituar juve. Ua garantoj me 1.000.000%, sepse e din çfarë i pret pranaj. Dhe kjo juve përfitoni të drejtën tuaj. Kush është arma më e fuqishme? Jo ti kërkoni këta të fortët. Jo. S'ka nevojë. Dikush tjetër do përgjigjet për ata. Dikush tjetër ka hedhë firmën për juve që të ecni përpara. Se mbi krijuesin s'ka asgjë tjetër. Sepse Zoti t'jep letër me vlerë për të jetuar. Zoti të jep shumë, por ti do të kuptosh si, sepse riskun Zoti ta bi tek dera, por do ngrihesh vetë ta marrësh. Dhe nëse ti nuk e merr, do thotë nuk ke nevojë. Le të kesh nevojë, le të jesh pa bukë e pa asgjë. Por gjumi mund të flihet, por me karar. Jo të flem gjumi gjithmonë. Se nuk është të birën tonë. Nuk është e shëndetshme që, por gjithsesi. Kjo periudhë, kjo kohë është një nga mundësitë më të mira, më të arta, të qenë ndonjëherë bini pas për gjërat që keni, sepse deri në gushtin tjetër të 2027-s, këtu e një vit, do kemi kaq shumë gjëra që do ndryshojnë në themel ku nuk do ta marrë mendja dhe juve, nuk do ta kuptoni. Vini syni për shembull një X vend që nuk është i populluar, nuk popullohet, nuk ka asgjë, ku atje do jetë oaz. Atje do jetë e populluar, atje do jetë nga gjithçka. Dhe një vend më i egër do bëhet më i butë. S'ka qenë ndonjëherë kurrë. Si? Koha do e provoj. Do t'jesh i Zotin tokën tënde, jo i huaj në tokën tënde. Dhe lumë ata që kanë një pru afër, lumë ata që kanë tokën e tyre, dhe mirë ata që kanë shitur dhe janë të huaj në shtëpinë e tyre. Çfarë mund të bëjnë
Edhe këta sepse këta e ëndrrojnë me shpirtin e tyre, e ëndrrojnë në veten e tyre, e din, po ka një mundësi, po, sepse juve e keni mundësi të rinisni dhe të kaloni prapë të ku ishit, me të drejtën, me gjëra që ndodhin, me gjëra që keni, sepse to ka kudo. Rësika ti është në vendin tënd. Jini kohën, jini mundësin, sepse keni dhe gurin dhe arën, do jeni vend për ta thyer. Dhe t'jeni të lumtur me X-in e Y-in, dhe t'jeni të lumtur me atë kohën, me atë vendin që juve kërkoni të merrni. Edhe merrni me vlerë monetare, merrni diçka që mund të ndikojë, por duhet ta keni diçka tuajën. Dhe këta luan janë në anën e tyre. Kurse, u zgjata pak sepse jemi në këtë periudhë të luanëve, dhe ndikimi më i madh në fushën e dashurisë duket se me ujor, me akrep, me dem, është koha, është mundësia, është momenti. Bini pas me këtë eklips. Nuk do ta gjini më këtë shans, këtë rast kaq të mirë dhe kaq pozitiv. Unë ua them, ju bëni si të doj e bardhë e zemrës tuaj. Kam drejt ju them për këtë arsye dhe për këtë gjë që ju keni dhe momenti që është në anën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese për atë çka është, dhe ndikimi më i madh që vjen, që do thotë virgjëresha. Virgjëreshat janë mjaft ndikuese, mjaft rrezatuese për atë gjëra që ata kanë, për mundësi që do t'ju jepen. Është koha dhe periudha më ndikuese, më pozitivja, sepse është një nga momentet më të mira. Pozicionimi i planeteve ndihmon në këtë aspekt. Dhe kjo kohë, ky moment është i duhuri. Është i duhuri për mundësinë e kohën e ardhshme që vjen. Është momenti për sa i përket anës ekonomike dhe financave. Por nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për 1000 arsye. Se edhe për punën dhe për kohën, tingëllon shumë bukur ekonomia, stabilizimi i saj dhe pozicionimi i planeteve. Ka 1000 arsye për të gëzuar, ka 1000 arsye për gjërat që juve keni. Prandaj bini pas, sepse në lidhje me punën tuaj aktuale do ndryshoni vend pune. Po përgatiteni për të bërë ndryshimin e madh. E kjo mund ta bëni sepse keni anën tuaj më të mirë të mundshme. Dhe një nga stabilizimet më të mëdha që vijnë, koha, perceptimi, rregullimi i gjërave të juaja. Vërtet jeni me fat, vërtet i keni mundësi të zgjidhjes çështjeve të mëdha dhe vërtet është një moment shumë pozitiv, është një moment mjaft perfekt dhe jo vetëm kaq, por duket se i keni mundësit, ju jeni shumë të vëmendshëm në fakt, por megjithatë ka të bëjë me punën dhe kohën e duhur. Dhe megjithatë, çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me punën, në lidhje me ekonominë, stabilizimin, ndryshimin, dhe jo vetëm kaq, por juve keni disa mundësi që të tretët nuk e kanë dhe nuk e arrisin dot për 1000 arsye, sepse pikërisht kjo periudhë është periudha juaj. Është ndryshimi, është mundësia dhe koha për nisma të reja. Nëse keni mundësinë ose doni të bëni diçka, është në të mirën tuaj, sepse tani për tani mund të jeni në dilemë juve për punën ose për diçka që nuk ka qenë aty ku duhet, arsyen e punës suaj, po vjen momenti dhe koha e duhur për zhvillime, ndryshime, mundësi dhe kohë, se jeni në kohën e ardhë, jeni në kohën e vendimeve të mëdha që vinë drejt jush për arsye të ekonomisë dhe stabilizimit. Dhe meqenëse se një nga mundësitë më të mira që kanë të bëjnë me juve, kanë të bëjnë me atë çka është, atë çka duhet, dhe stabilizimi është në dorën tuaj. Vërtet është koha juaj, vërtet është momenti më i duhuri, nëse ta marrim kështu, sepse ka të bëjnë shumë edhe me punën, por edhe me karrierën. Dhe shenjat e tokës lidhen shumë me këtë eklips. Një ëndër bëhet realitet. Kur bëhet realitet, jeni të arritur. Jeni në atë që doni dhe ëndërronit. Dhe pikërisht kjo periudhë është e juaja dhe meqense karriera, reputacioni, mundësia,
periudhat të ndryshme që vinë, keni disa ndryshime shumë të mëdha, dhe kjo bën që juve të jeni shumë pozitiv dhe shumë të artë në gjërat që juve keni. Por meqense ka një ndikim tjetër kjo për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe të vendimeve, por meqense Mërkuri në shenjën e Luanit u jep edhe disa sinjale pozitive për ndryshimin, për marrjen e vendimit të rëndësishëm në kohën e duhur, bini pas mos e lini pas dore, në fushën e dashurisë. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshimun që me peshk, me binjak, me shigjetar është aja dhe zhëja. Shikojeni, do më kujtoni. S'keni një të drejtë madhe për kush po di juve. Ndarje që keni pasur me shigjetarët e ediciit të dytë, keni kujdes, sepse nga do që ta marrësh, unë keni pasur disa probleme të mbartur nga e kaluara, por kjo nuk do të thotë se është diçka problematike ose diçka që nuk shkon. Shkon që çka me të, por meqense ka një mijë arsye, koha dhe ndryshimi, ka koha dhe mundësia, vendimet që merren në periudhat të duhura, në kohën e duhur, dhe vendimet do të jenë të mira dhe shumë pozitive për juve. Në çështjet e dashurisë keni mundësinë e artë për të vepruar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft e të rëndësishme për punën, për karrierën, për anën sentimentale, për blerjen, ose duan atë kanë bërë një blerje, por atë duhet ta shesin me deu mos për një mijë arsye, që këta janë peshoret. Peshoret simbolizojnë të ardhmen sot. Peshoret nga vetë struktura e tyre janë të dashur, janë të ëmbël, por janë shumë të hidhur. Po ta kuptojmë ku janë të hidhur, atë kërkojnë pak ndihmë. Neve ju a japim, ku ata japin gjithçka. Japin 95%. Këtë 5% që s'u japim dot ne. Kush nuk u gëzua në punë, dashuri, në jetë, që ka peshore, në shtëpi. Peshoret nuk mbajnë mëri. Peshoret janë për jetë, janë për vazhdimsi. Nëse kuptojmë peshoret, që vajnë në individ pastaj, ku janë planetet, për çfarë bëhet fjalë, por unë a them në përgjithësi, që ta kuptoni këta. Për disa mund mos jetë ajo çka pritet ose çka është e vërteta, por e vërteta është diku hjekët që duhet të parë me syrin kritik se sa gati jemi ne të përgjigjemi kërkesave që kanë të tretët. Peshorja, nëse flasim peshoren e ediciit parë për shembull, ka një ndikim mjaft të mirë, ka një ndikim pozitiv në atë çka ata kërkojnë dhe rrezatojnë. Por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në ekonomi dhe në stabilizime. Por fajtor në thonë exagjeron, po, janë në dashuri. Miqtë e mi të kësaj shenje, ju e dini shumë mirë se simpati kam për peshoret, për gjitha shenjet kam simpati, për arsye të këndëve që bëjmë planetet dhe kjo më pëlqen për disa. Sepse, okej, nuk do të keshin natë, pse peshorët për shembull kanë më tepër shanse edhe më shumë raste, sepse i dinë të përgjigjen kërkesave që kanë. Kur neve nuk e kemi, disa nuk e kanë, për shembull të shenjave që e lënë çik pas dore, po juve nuk e lini. Kjo është simpatia dhe them bravo për ca gjëra që e bëni. Jo gjithë shenjat janë njësoj. Edhe këto nuk janë njësoj, kështu që atë të drejtën duhet ta themi. Në rasti konkret në dashuri jeni pak fajtor, për arsye sepse me dashi është pak inatçor. E zbuteni dhe ju pak, se keni mundësinë, jo për një gjë. Keni për shembull me shenjë zjarri. Presupozojmë me ndikimin e luanit. Po nëse ju e keni mundësinë, e rregulloni. Kurse me një shenjë ajri, ose me binjak, ose me ujor,
me ujor do të thosha unë, do keni një gëzim shumë të madh familje. Nuk prish një qef, jo, këta e keni. Por nëse disa tjera kanë ndryshe flasin, ndryshe gjykojnë gjënën, por unë do thosha që është një nga momentet më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë për arsye të ekonomisë, do thosha unë, edhe të vazhdimësisë të çështjeve që keni, por është momenti më i mirë i mundshëm i art tani e tutje. Do shkojmë tek shenja tjetër tani, do shkojmë tek shenja, tek ndikimi, rrezatimi i punës dhe i ndryshimit të punës. Që këta janë akrepët, akrepët dashur, nëse juve keni pasur disa probleme në ekonomi dhe jeni munduar shumë që t'i zgjidhni në mënyrën më paqësore, kur të tretët ju luftojnë sepse kështu ju pëlqen. Mirë po, juve keni mundësinë tani e tutje që të bëni ndryshimin e duhur në lidhje me punën, në lidhje me karrierën dhe disa gjëra të tjera që do të diktojnë në lidhje me punën tuaj, sepse keni një ndikim shumë të mirë. Nëse do flasim për akrepët, akrepët kanë kohën, kanë mundësinë, kanë edhe gjërat e punës ose diçka mjaft pozitive për sa i përket rëndësisë punës suaj. Akrepët të dashur, lini më njanë grimjet, lini më njanë keqkuptimet, lini më njanë gjërat që nuk ju përkasin juve, por me qenë se, disa gjëra që kanë të bëjnë me pozicionimin e planeteve, juve jeni shumë përpara për që në këtë kohë. Nuk ju arrin do të tretët juve. Kuptojeni këtë. Po do thoni, për çfarë më Jorgo, unë isha në një punë në rol drejtues se mua më hoqën. Kisha i propozim për një vend pune tjetër, nuk u bë. X e Epsiloni më thirri në zyrë, edhe që është puna duhet shikosh diçka tjetër sepse këtu do mbyllet. Në realitet nuk mbyllet. Po të gjitha këto, po ti mbledhesh bashk, janë energji negative. Se kush do të pëlqente ti këtë prej pune, me një rrogë të mirë ose një diçka. Shikojeni pak nga vetja juaj. Po ta shikoni ku ndodh, për shembull me XY. Dhe do t'ua them troç pas të drejt. Bëni më shumë se ç'duhet. Shikojeni këtë. Vërtet jeta është më jep të jap. Vërtet jeta është ku ve këmbën mos rrëzohem. Por nga ndonjëherë nuk duhet ta teprojmë. Sepse kemi zemërgjërsinë, e marrim për dobësi. Jemi krenar, na lëvdrojnë pa plan, pa asgjë. Na lëvdrojnë për të përfituar. Ne jemi krenar nga vetë jeta. E ta thonë, të bëjnë, t'jep aq shumë gjëra sa ti të bëjnë hero. Më lasë Skënderbeu. Me kohë që e kuptoni, këta janë furça për të fituar X e Y. Hiqni këto nga bloku juaj. Shikoni detajet dhe me lezet, sepse juve nuk e bëni dot të keqen. Juve bëni më shumë të mirë, se sa të bëni keq të bëni kur ju po. Mundoni që t'jeni dhe ndihmoni pa e kuptuar fare. Dhe nuk ta përmendni atë që bëni. Por gjithsesi, zgjidheni pak, ju lutem, për këtë gjë, sepse do ta keni këtë gjë. Se ky ndikim planetar që bëhet tani në datën 12 që kemi dhe hënën e re, por dhe eklipsin diellor që do shikojmë, shumë gjëra të ndryshojnë, shumë gjëra ndërqeveritare, lajme nga më të ndryshmet, por nuk ka të bëjnë kjo me individin, them unë, po gjithsesi. Çdo njeri ka drejtimin e vet. Por me qenë se, shikojeni pak në detaje gjëra që do të bëni. Dhe atëherë jeni të gatshëm ti përgjigjeni kërkesave, gjërave që juve keni në anën tuaj më të mirë të mundshme. Dhe këtu jeni të fituar për gjëra që do të keni. Lidhjet, gafore, bricjap, mbajeni fort sepse ka për t'ja vlejtur dhe momenti është më i mirë i mundshëm për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mundësive që kanë bënë dhe periudha që juve keni, e keni në dorën tuaj. Dhe nuk është problem kjo, nuk përbën problem për gjëra që do të keni, por gjithsesi shikojeni pak në detaje.
Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë i zjarrit, tek një shenjë ndikimi, rrezatimi, mundësia dhe jo vetëm kaq, por shumë gjëra. Nëse juve do t'i bëni këto, do më kujtoni, sepse do shikohet fija e flokut në dritë hënës. Për juve konkretisht, që do të thotë shigjetari. Shigjetarët. Shigjetarët mërziten për gjërat kota ngaherë. Ka një njohje nëpërmjet telefonit, e nuk bin ujë di, mërziten, nuk flan gjuhë. Po pse? Sepse kam pas një rast nga Europa, nazi, për shembull. E kjo njohje shkoi mirë deri diku, edhe u shkëput. Edhe nuk e se gjumi. Mirë po, çfarë ndodh? Marrë një punë, ka një punë përsipër. E kanë marrë, kanë një kontratë për 5 vjet. Problemi, do ta them dhe këtë. Dhe janë si përmarrës të një pune shumë të rëndësishëm në një firmë të madhe që prodhon pjesë këmbimi dhe është në rolin drejtues. Të gjitha këto, po çfarë bëjnë shigjetarët? Bëjnë çdo ditë, nuk punojnë 8 orë, po punojnë 16, 17, 18 orë. Kur vjen dhe përgjegjësi kryesor, njeriu kryesor dhe i thotë që kjo nuk është orë pune, duhet të pushoni pak. Nga njëra anë ai kënaqet të buzëqesh, po në anën tjetër të rjep. Dhe të rjep me buzëqeshje. Po mirë jo, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që do largoni së shpejti nga puna, sepse i keni bërë të gjitha, s'keni lënë asgjë juve nga vetja juaj, thonë do ta vë punën përpara sepse kam një hall, një problem, duhet lëviz. Dhe kjo është nëse e vërtet në atë çka bëj, dhe është reale. Mi po tjetri thotë që nuk më duhet më, sepse i kam mbaruar ato që unë kisha në plan për 5 vjet. Kisha në plan që mos ta hiq sepse më ecën mirë puna. Dhe vjen një moment i bukur, punën e 1 viti keni bërë për 3 vjet, punën e 5 viteve keni bërë për 2 vjet, 3 vjet, dhe 2 vitet e fundit, 3 vitet e fundit, të merr një ditë bukur, dhe të qeras, dhe të thotë, jemi miq, të shikoj diçka tjetër do bëj, sepse këtu s'ka vend më, dhe duhet të ndërpresim kontratën. Juve në atë moment, një mendim i shkurtër, se keni kuptuar akoma ku do dali, sepse jeni të drejtë për së drejti. E kush nuk ka shigjetar në shtëpi, që të kuptoj në punë, në karrierë, në dashuri, shigjetarët nuk mbajnë mëri kur në anë të tjera, dhe vjen një moment i ndryshimit madh. Po çfarë? Rëndësia e punës suaj. Prandaj, shikoni gjërat në detaje, miqtë mi të dashur, sepse humbisni gjërat që nuk duhet. Punoni aq sa duhet punoni dhe jetoni jetën ashtu siç është. Juve nuk kërkoni saltanete. Juve nuk kërkoni gjëra që nuk bëhen. Jeni të përshpejtuar, jeni të nxituar, po. E kuptoj të dashurën tuaj, njeriun e familjes, bashkëshorten tuaj, njerëzit e juaj që vuajnë pak me juve. Por, dakord për disa gjëra që duhen plotësuar, sepse bëni punën e botës dhe lini familjen pak më njanë. E keni këtë. Por gjithsesi, gjithmonë konsolidoheni dhe rregulloni kohën. Ndajeni kohën. Koha është floriri i së ardhmes. Gjithmonë jetojmë në kohë. Sepse gjërat janë atje ku janë. Toka është këtu ku është. Yjet s'kan lëvizur, planetet gjithashtu jo, përveç se eksplorojmë dhe gjejmë gjëra të reja. Por
themi ka ndryshuar klima. Nuk i dihet se para 500 vjeteve, 1000 viteve, 2000, 5000, 10000 viteve, çfarë ka qenë atëherë. Por me sa dim historia, ripërsëritet, ta keni parasysh. Njësoj ndodh që jethja e pemës bie në tokë, bëhet humus dhe vlen për gjërat e tjera. Duhet kuptojmë gjithmonë se përse njeriu është dhe duhet të bëjë diçka të mirë për jetën e vet. Atëherë kërkojmë kohë, gjithmonë me kohën. Dhe atëherë jemi në anën tonë dhe në historinë tonë më të mirë të mundshme. Por gjithsesi, kjo periudhë është një periudhat më të ndikuara, më të rrezatuara për juve, sepse keni këtë gjë, se do keni një mundësi çështje pune, çështje karriere, një lidhje afatgjatë që është momenti tani dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave, nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar për 1000 arsye, sepse koha vjen në anën tuaj dhe perceptimi dhe rregullimi, startimi, vendimi, ndryshimi dhe gjitha këto përbëjnë hallkën kryesore të jetës dhe të stabilizimit. Prandaj nuk është vend për të shqetësuar, por është për të gëzuar për shumë arsye, për shumë gjëra dhe momente të arta që vijnë. Fushën e dashurisë. Këto nuk ju fal. Jeni fajtor numër 1. Dhe kjo do thot jeni keqbërës të vetvetes suaj. Dash besojeni, dash jo. Sepse lidhjet afatgjatë me dem, virgjëresh, peshk, janë lidhjet solide që nuk prishen kur dhe njerëzit më të fortë të globit, magjike do të thosha unë, të në thojza, nuk ju prishin. Për i prishni vetë, në vrikosën i gjoja po sikur nëse mbase, edhe vjen një moment që thoni, pasa drejt. Jo, shikojeni gjërat, matini, dhe pastaj do të kuptoni që matin që bëni del pak mangut. Ku është mangësia? Jeta ta kuptoni, ta dini herë mirë, është ekuacion. Nëse doni ta zgjidhni, e zgjidhni. Është aritmetik, është algebër, themi neve në kohën tonë. Pra, nëse neve e dimë dhe çfarë duam të bëjmë, atëherë jemi në kohën tonë. Por gjithsesi shikojeni gjërat në detaje. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese, sepse ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me karrierën, ka të bëjnë shumë me njerëzit dhe ndryshimet e mëdha që vijnë, shenje ku momentet bëjnë diferencën. Këta janë britsjapët. Britsjapi duket se stabilizon anën e tij profesionale, personale, ka pas një problem në biznes. Mundua shumë ta zgjidhi. Jo se nuk erdhi momenti, koha ku di unë gjëra që ndodhen në anën tjetër të pozicionimit planeteve, por është një moment mjaft pozitiv, ku do të keni mundësi shumë të mëdha dhe koha që ndikon ose më sakt arrihet ajo çka doni juve, ka dy gjëra kryesore. E para është mundësia, e dyta është rëndësia. Juve britsjapë të dashur, shenjat janë përballë ta kuptoni herë mirë, ose lidhen në vllazëri, ose lidhen në dashuri, ose lidhen në miqësi, shoqëri, bashkëpunëtor. Ta dini shenjat përballë. Kë keni përballë juve. Dhe kjo që është përballë, që thuan shenjat kardinale, domethënë, shenjat që keni përballë, juve keni gaforen. Dhe gaforen nga ana tjetër, kemi Marsin që ndikon, zhvendoset nga binjakët te gaforja. Ditën e martë. Dhe kjo bën që juve t'jeni shumë ndikues dhe shumë dyshues për disa gjëra,
Por Marsi negafore nuk vepron drejt për së drejti, siç i sheftohet, por vepron në mënyrë më të mirë të mundshme dhe ju jep mundësi që juve të rregulloni. Rregullojeni gjërat. Mos e lini pas dore. Se juve si pricap jeni shumë të dashur, jeni shumë të dhimbshëm, jeni shumë pozitiv, jeni shumë korrekt. Jeni korrekt. Korrektësia, maturia, mënyra ndryshimi i madh që vjen, është koha tani. Sepse stabilizimet që kanë bëjnë dhe vendimi që merret është tani. Dhe juve keni mundësinë e punës suaj, të karrierës suaj, dhe do merrni një vendim shumë të rëndësishëm ku do të jepet mundësia për një punë të artë. Po, është ndikimi më i madh që do të bëhet tek juve. Dhe kjo është zhvillimi dhe koha, perceptimi i gjërave të financës, të ekonomisë dhe jo vetëm. Pra të gjitha këto janë mjaft pozitive dhe shumë të rëndësishme për stabilizimin e punës suaj dhe gjërave të tjera që do të keni. Edhe kujdes nga reagimet emocionale, sidomos në familje, marrëdhëniet intime, çështje që lidhen me shtëpinë, se ka i problem. Po nuk jetë sigurt mos i nisni gjërat që nuk duhet. Se do shpërthejnë skandale tani, nga pardje, nëse do marrim për shembull të javën e kalume, fund javës, më thënë dot, por kjo varet pastaj nga diktimet dhe ndikimet, po gjithsesi juve e keni mundësinë e stabilizimit dhe të punës suaj. Në lidhje me dashurinë, do të thotë që me gafore, me dash dhe me peshore është aja dhe zheja. Dhe është diçka shumë pozitive për juve. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që të tjerët e sabotojnë, ata nuk reagojnë, por gjithmonë drejtojnë, përshpejtojnë, arrin suksesin e garantuar. Që këta janë ujorët. Çfarë ndodh me ujorët? Ujorët pozicionohen shumë në ekonomi. Ekonomia është standardi që juve keni, mënyra që juve veproni dhe startimi që është tani e tutje. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me disa çështje që janë shumë herë më pozitive dhe më të rëndësishme për jetën, juve keni. Një punë e re është në prag të zgjidhur. Një biznes është mjaft ndikues, rrezatues dhe mundësi të arta që vijnë. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për një arsye, sepse kjo periudhë është e juaja. Stabilizimi është konkretizimi i lidhjeve afatgjat. Është konkretizimi i ndryshimit të madh që vjen tani e tutje për juve. Dhe kjo është perceptimi, stabilizimi dhe koha e duhur për jetën tuaj në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep, me dem, sidomos të mërkurët e njëjtet premte, përgatituni për gjëra të mëdha. Lidhja me shtunë të diel, shkëmbim unazash, ujorë të dashur. E keni. Po mirë, po tjerë nuk e kishin, nuk e thejmë ujorë, e thej tani në fundi për ujorët e. Po ujorët janë shenjë hajri dhe shenjë hajrit kanë atë momentale, është momentale, spontante. Sepse nga e mërkura e premte janë ndikimit dhe favorizimet, por se shtun e diela është më ndikuesja, por shenjët e hajrit e kanë këta. Dhe juve e keni, për një mirë arsye sepse zgjidhjet dhe problematikat të ndryshme që keni ose momentet që keni, por ujorët kanë përballë kë kanë luanët. Çfarë ndodh te luani? Eklipsi, por dhe hënere. Atëre, pse mos ta bëjnë këtë gjë? Në kohët e eklipseve ndodhin këto fenomene dhe nuk ndahen kurrë. Leja çfarë flitet andej lart e poshtë. Mos u besoni këtyre gjërave. Kurrë mos u besoni. Është më mirë me eklipse dhe është aja dhe zheja, nuk ka shanse të ndahen. Këtë botë jo, botën tjetër nuk e diun. Aq më mirë është martesa në eklips. Po, është. Dhe ndikimi më i mirë dhe më pozitivi. Sepse dëgjoj e rëndomt, ta gjëra që fliten, por nuk është realitet. Shihni çfarë flitet dhe çfarë ndodh në realitet. Për klikime mund të them shumë gjëra, po. Nuk ka lidhje kjo. Nuk e bëj për klikime, nuk ka nevojë, nuk është se hajde se po e them. Por këta tjerë që e flasin të gjëra do përmbyset bota, po. Po alem atyre këto klikimet. Në rastin konkret ka të bëjnë me gjëra të tjera që do të kenë ndikimet edhe mundësi të arta që vijnë drejt jush dhe koha është në favorin tuaj. Mundësia, periudha, ndodhin fenomene të çuditshme, po janë të mira.
Dashuria duket se me dem dhe akrep është ideale, bashkim familjar është me virgjëresh. Ju keni në diasporë dokumentacione, aplikime dhe janë mjaft rëndësishme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që simbolizon, rrezaton shumë gjëra në jetë dhe në vazhdimsi. Që kjo jep mundësinë, jep kohën, jep rëndësinë e gjërave, që do të thotë peshqit. Peshqit në njëra anë janë më të favorizuarit e zodiakut, shenjë uji, dhe kufizojnë përballë ndikimit madh që janë me virgjëresh, do ndryshojnë punë. Do t'ju themi sekret madh, miqtë e mi, të kësaj shenje. Sekreti është, nëse të tretët ju flasin për punën që ju e bëni, mos flisni. Ju e keni bërë mirë, e dini shumë mirë dhe me dokumenta. Ke të drejtë. Ndjes është bërë gabim. Kërkoni ndjes. Sepse juve ju mbyt e drejta, prandaj dhe ju them ju përgatis. E do kujtoni më vonë, thonë Jorgo, s'ka mundësi jo buri dhe jo. Iksi që ta thot këtë, e di se çfarë bëni ju, keni bërë shumë se ç'duhet. Por ai kërkon që mos kërkoni para shtesë, u a thot këtë gjë. Dhe juve si, a nuk e pas e kuptuar, thonë ata. A më mirë, atëherë e kemi në punë. Dhe çfarë ndodh? Juve bëni punën siç vazhdoni, vjen një moment shumë i vështirë për ata te firma. Dhe juve keni gati çdo lloj pune tjetër. Tetori nëndori është ajo kufizimi. Dhe i thoni, se ju e keni të drejtë, në bazë kontratës me sa di unë 3 muaj para, më duket janë këto gjëra që bëhen. Të gjërat e pashkruar, se nuk po pyet njeri sot ti të heq tjetri për 1 orë. Ama ku në dokumenta, në çështje ligjore thotë duhet të lajmërosh më përpara për të ikur nga puna. Është për ty si punëtor, nuk ke të drejta. Ata që ju marrin në punë kanë të drejtën. Kjo është ajo problemi që ndodh rëndomt, por gjithsesi, unë ju them këtë. Dhe kur të thonë ata pastaj që dakord, nuk kërkoni as të ngritje rroge, as gjë, thua mirë jam këtu ku jam. E di që më vjedh, e di, por nuk flas. E di që e kam të domosdoshme këtë punë që po bëj, por nuk do ri që të më japi gjithçka, unë t'i bëj të lë gjithçka masdore. Jo, por ka i kufizim. Por në kohën që ndodh fenomeni pastaj, edhe ata e din shumë mirë, edhe i thoni që dëgjoj, unë u falenderoj shumë, i thoni pastaj, por unë do lëviz brenda 3 muajve. Ata do digjen aty, do përcëllohen. Dhe do t'ju thonë, se kanë 3 muaj kohë, juve keni bërë një muhabet për punë tjetër në profilin tuaj. Sepse lodhem shumë, nuk marr atë që dua, dhe kam pak problem familje. Ata do t'ju thonë, më lini kohë, këta pronarët në thonjza, që blejnë makinën 50.000 euro dhe s'kan benzin t'i hedhin, të janë pronar. Mbajeni mend. 50.000 euro blejnë makinën, nuk kanë benzin t'i hedhin. Dhe të thonë që nga halli, nga sikleti, nuk din çfarë thonë, dhe më lërë ta mendoj, ata ka menduar kjo djetë gjënën, po a thonë sot. Edhe thonë, po, ti merë 5 lek. Që mos ikësh, u a bëjnë 8 lek. Paka shumë afër 2 fishi. Rrogën e keni marrë më rregull, nuk keni problem me rrogën. Dhe juve në atë moment që ju a thonë këtë, ta keni parasysh pesh të dashur. Të treni diqë, sepse keni bërë shumë. Keni bërë shumë edhe s'keni marrë asgjë. Tani është koha juaj. Që duhet të shkëlqeni juve, të veni atje ku doni ju. Ata i thoni, edhe mos ta keni nevojën ju, I thoni, jo,
Jo, se u falenderoj shumë për këtë që më jepni një, unë jam nuk di si thua shpërblej thoni juve, nga brenda vloni, po valoni shumë edhe ndjeni pak jo mirë, dhe i thoni po, unë kam problemi domosdoshëm sepse më duhen disa paradhënie. Dhe këtë do t'ja japi, që ndiko dje, jo paradhënie t'u jipnin, pas nuk flishe me gojë, kam punë thoshta edhe rritën zyrë. Dhe kjo bëhet e juaja, miqtë mi, dashur sepse ju mbyt e drejta juaj. Këtë nuk të ngjonin as në një vend, po kështu ka për të dalë dhe do më kujtoni. A më Jorgo do të mësa drejt pas ka pas. Prandaj mos punoni për botën, gjithçka për botën. Punoni për veten tuaj dhe familjen tuaj. Merrni stafetën dorë. Nga këtu deri këtu. Kjo është e imja. Dhe juve, nëse dëshironi më tepër, po, atëherë mund të bim në ujdi në lidhje me ekonomin. Sepse çdo gjë është shifër. Çdo gjë është llogari. Është matematik. Matematika nuk gabon. Atëherë pse neve duhet gabojmë? Kur kemi ardhur në këtë jetë për mirësi dhe jo për vështërsi. Kemi ardhur të jemi të lirë, jo të lidhur, jo të bllokuar, sepse kështu duan disa. Jo, miqtë mi të dashur. Atëherë, lirinë më ka dhënë tjetër kush, që më ka pru këtë jetë, më ka dhënë letër me vlerë për të jetuar. Zoti më ka dhënë, robi se pranon, atëherë që kam i fort, robi se Zoti, në këtë botë s'ka shanse, motën tjetër nuk e di unë, atëherë të shohim kur të vemi atje. Por që të kuptojmë arsyen pse jemi. Dhe të marrim djersën, nuk është problem, ose nuk është për të keq, të kërkoj djersën time. Të ma hedhi në kohën që ata mund vjedhin gjithmonë. Në çdo aspekt tjetri e ka atë genin e vetë për të marrë diçka, për të gëzuar me atë pak që ka. Por pakti që bëhet në një punë është e drejta aty. Nëse unë kam një firmë shumë të madhe dhe shoh që më sjell lek dikushi, e atëherë unë ja bëj vetën llogarin e robit. Ta bëj llogarin, po ja bëj pak më tepër se ç'duhet. Dhe ai bëhet qilim për të kaluar. Atëherë, pse unë mos ta bëj atë që të ndihet mirë? Aq më tepër që të ndihet dhe ai si pronar, siç është pronari. Sepse punon dërsit për të jetën dhe merr atë që i takon. Nuk ja jap falas, po më ka bërë punën. Të jap dhe diçka më tepër akoma. Po ata nuk e bëjnë se 90% të këtyre tipave që ndikojnë, problemi madh është, por kemi çfarë i bëjmë. Meqense juve jeni në këtë periudhë, jeni në këtë kohë, jeni në këtë drejtim, në këtë pikësynim, e bëjeni. Se do më kujtoni e do shikoni se keni të drejtë. Sepse juve pesh të dashur, keni po bëni, është viti i tretë, 5 vjet gjithsej, po viti i tretë që bëhet nga 2023, në mars të 2023 me mars 2026 plot 3 vite, me probleme nga më të mëdha dhe nuk po merrni dot drejtën tuaj 1. Nuk po merrni dot diçka gjëra që keni bërë për djersën tuaj 2 dhe e treta në fushën e familjes. Sepse gjithë energjinë tuaj, gjithë punën e bë tek tjetri. Dhe vjen një moment tani, keni drejtën ju, deri në gushtin e 2027-s, do më kujtoni. Për gjitha shenjat, se kaq ndryshime që do kemi, do ngrysemi me 1 pallat dhe do gllihemi me 5 pallate. Me firmë me Vulli Jorgo Pulla. Këto ishin pak a shumë miqtë mi të dashur për sa i përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme nga data 10 deri datën 16 gusht të 2026-s. Por gjithashtu përpeshit me dashurinë, keni kujdes. Para se të ndajmë bashkë, më nuk kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimet e detajura, kemi faqen e ROS, astrologo.al. Ja është ajo atje. www.astrologo.al. Nëse nuk e gjeni veten tek paketat që astrologo.al ofron, hidhni një sy të gjithë faqeve ku mund gjeni veten mbi parashikimet që bëhen atje, nga të gjitha, dhe bashkëpunëtorët që shkruajnë gjithë. Unë merrem me astrologji, nuk merrem me asgjë tjetër, që ta kuptoni. Por nëse kërkohet, janë gjithë atje. Dhe nëse doni, e keni damë mendjen që doni parashikim me Jorgon në privat, atëherë kemi atë butonin që shkoni atje poshtë. Sekretaria. E klikoni, ku lexon sekretaria.
dërgoni emailin tuaj. Dhe më pas, flasim bashkë nëpërmjet Viber dhe WhatsAppit, se si funksionon shërbimi dhe çfarë juve kërkoni të dini. Dhe pastaj, flasim në detaj, lëmi orar të caktuar. Për juve që doni që në kohë që jemi drejt për drejt me juve, e doni të dërgoni një mesazh. Është ky butoni këtu. E klikoni dhe në kohën që ne jemi live, dërgoni mesazhin tuaj. Nga Unë Rrepulla, gjithë mira.